Cigaria tradicionale humbet terren, por nikotina vazhdon të fitojë hapësirë. Ky është paradoksi që del në pa në ditën botërore pa duhan të 31 majit, e promovuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Pasi rënjes së numrit të duhanpirësve fshihet një realitet më kompleks. Cigaret elektronike, pajisjet me duhan të ngrohur dhe qeskat me nikotin po ndryshojnë fytyrën e varësisë, duke tërhequr veçanërisht adoleshentët dhe të rinjt. Tema e zgjedhur këtë vit nga OBSH, të zbulojmë joshjen të luftojmë varësinë nga nikotina dhe duhani, vënë në shënjestër strategjitë e marketingut të industrisë së duhanit dhe nikotinës. Nën këtë moto, aktivitetet ndërgjegjësuese u mbajtën edhe në Tiranë, ku ekspertë të shëndetit publik përcollën mesazhe për rrezikun e duhanpirjes. Që ne nuk mund të jemi të varur nga asgjë dhe nga askush. Paketimet shumë ngjyrëshe, aromat me shije frutash, fushatet në rrjetet sociale dhe produktet me dizajn tërhiqës e bëjnë nikotinën gjithnjë e më joshse për të rinjt. Qëllimi i fushatës globale është të rrëzojë imazhin e padëmshëm të produkteve të reja dhe të rikthejë vëmendjen te rreziqet e varësisë, të cilat shpesh nënvlerësohen sepse lidhen me pajisje që perceptohen si më pak të dëmshme se cigaret tradicionale.